që të marrë elementin që nuk është më suficienti skuadrave që sulmojnë dhe ta nxjerrë deri në pikën e afërt ose në kampin bazë të vetit dhe t'ju japin ndihmën mjekësore nëse ka nevojë. Sot ka dhe disa të rinj apo jo? Po, sot janë tre lojtarë të rinj, për cilët është e parë që marrin pjesë. Po që janë në një skuadër tjetër e cila ka eksperiencë. Nuk lihen asnjëherë elementet e rinj që të formojnë një skuadër të veçantë pa pasur një parë eksperiencë. Unë nëpërmjet internetit gjeta faqen zyrtare të Soft Air Albania dhe nëpërmjet kësaj faqe unë u bëra pjesë e këtij grupi me fjalë. Skuadra komandanti Contractors. Misionin e organizon njëri nga ekipet. 3 të tjerët janë konkurrent mes tyre. Ai ekip që do të realizojë deri në fund objektivin, do të marrë dhe pikët maksimale, si dhe do të shpallet fituesi i turneut. Vetë ekipi organizator, në këtë rast i drejtuar nga Klausi, nuk merr pjesë si konkurrent, por si patrullues apo zbulues armik i 3 ekipeve të tjera. Misioni i kësaj të diele është një mision 24 orësh. Në mënyrë figurative, sot do të eliminohen forcat rebele me qëllimin e vetëm për të marrë nën kontroll arsenalin bërthamor të rëmbyer prej tyre. Pikët maksimale merren duke gjetur objektivat e fshehur në pyll, duke e bërë këtë brenda orarit të caktuar, si dhe duke shmangur zbulimin nga patrullat armike, që në këtë rast janë organizatorët. Kjo gjë kërkon një vigjilencë dhe disiplinë maksimale. Në fund të 24 orëshit, ndahen pikët sipas objektivave dhe penaliteteve të marra gjatë aksionit. E pas kësaj, shpallen fituesit. Sot djemtë nuk kanë asgjë nga ajo që i dallon në jetën e përditshme. Madje as emrin. Red Bull, Scout, Ujku, Sierra, Tango, Pantera, Tigri, Çakalli, Petra, Fire, Partizan, Shpata, Çakalli. Shqiponja. Gjithçka do të jetë një aksion luftarak, por pa heronj dhe pa viktima. Në këtë luftë ka vetëm sakrificë dhe inteligjencë grupi. Ushtarët që goditen nga kokrat e bardha që në fakt nuk të dëmtojnë në trup, janë të detyruar të deklarohen të vrarë dhe të ngrenë dorën. Qëndrojnë kështu për 10 minuta duke penalizuar në pik ekipin e tyre. Armët i ngjajnë originalit përkatës në çdo detaj, deri dhe në peshë, por jo në gjuhëtje. Në këtë pik, ato madje as nuk mund të modifikohen. Këto janë imitime, domethënë karikatori ka përmasat e karikatorit normal të armës. Edhe është vetëm si gjuan me zarë, domethënë me zarë. Çdo gjë ka normale si armë. Ja të hapën. Kush ka bërë ushtarake, e di që shumë bushët edhe Kalashnikov vërtet. Arma jote si ka emër? Kjo është një Kalashnikov AK-74, është modeli Kalashnikovit që është AK-47, është më i përparuar, prodhimi i vitit 1974 dhe ka marrë emrin AK-74. Duhet provuar gjithmonë
para se të nisi lufta, që është në rregull dhe vendoset përsëri në sigurisë. Ka dy pozicione automatike edhe që qullon tek, lumë tek. Mund të dëmtojnë të kokën? Sigurisht që ka një farë dëmi në rast se qëllon në organet delikate në sy ose në pjesë të trupit që mund të jenë më të rrezikuara. Për këtë arsye rregulli bazë është gjithmonë të mbajtur syze mbrojtëse. Ka veshjet në veshjet e trupit dëmi nuk është i madh, është thjesht një pickim i vogël që lejon për të kuptuar se e goditur dhe që të ndërpritet loja, domethënë që mos vazhdohet më të luftohet, por dëme të tjera nuk ka. Ervini në jetën e përditshme merret me kompjutera, por sot ai ka kënaqësinë të ushtrojë hobin e tij. A mund të themi që është një pasion për armët? Jo, të fiks për armët, nuk mund të them këtë gjë. I kemi një qef armë, përderisa përdorim armë të cilat na pëlqejnë, sipas dëshirës, por nuk ka të bëjë shumë me armë, domethënë ka të bëjë më tepër me organizim, me strategjinë, me skuadrën. Erioni është gazetar, por nuk i ka shpëtuar dot tundimit të Soft Air. Kështu janë të gjithë të diela tuaja? Jo, patjetër që nuk janë të gjithë dilet, ka edhe sigurisht ka edhe jetë shoqërore, domethënë që duhet të ndjekësh edhe detyrimet. Shumë nga djemtë të grupit janë edhe të martuar, kanë detyrime familjare, mund të kenë edhe fëmijë, por gjithmonë ai qëndrimi në këtë një të diel ose dy diela në muaj që organizohen, qëndrimi këtu është një mënyrë për të larguar nga stresi i përditshëm. Klaus, a ka njeri që u keq kupton kur u sheh që juve merreni me këtë lojë? Jo, absolutisht. Personat që takojmë, sidomos në përpyetje ose në fushat në cilat shkojmë, janë shumë dashamirës kundrejt nesh. A ke dëshirë të bësh ushtri? Them drejtën, edhe ushtria është një dëshirë e jone me fjalë, sepse pak a shumë ne këtë gjë bëjmë me fjalë, është një simulin lufte që ne kryejmë. Pra do shkoje ushtar? Pse jo. Dal! Po të vis! Me një